Hoxha, nëse tani thuhet që në Ramazan duhet të jemi më të kujdesshëm, të falemi më shumë, mos bëjmë gjuna, e bëjmë sa më shumë vepra të mira. Po flas për disa njerëz që këto janë njësoj me gjuhën e tyre si para dhe në Ramazan. Pra në kuptimi e gjuhën e tyre është se ato flasin asgjë dhe flasin mund të flasin një fjalor të pisë dhe nuk e ndryshojnë. Problem është kjo punë. Kjo është problem sepse qëllimi i Ramazanit është që të edukoj edhe gjuhën e besimtarit. Profeti sa më tha kur tjetë dita e agjërimit të ndonjëri për jush, mos shaj, mos ofendoj, mos bërtasi, mos debatoj. Madje edhe se dikush të ofendon, thuaj jam agjërueshëm. Po. Pa duhet pse humbet shpërblimin? Humbet shpërblimin, s'ka dëshim. Po. Humbet shpërblimin. Do të thënë, o vlla, kur tha Zoti që të arrini devotshmëria çfarë është? Devotshmëria është që ti ndihesh më afër. Ndjeshmëria e lartë. Po, ndihesh më afër Zotit, ndihesh më mirë. Ti je më afër Zotit, ti je më afër njerëzve. Po. Pa nuk mësohet njëri i devotshëm i cili nuk kanë kontroll gjuhën e tij. Po. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush nuk lën rrenën, mashtrimin, shpifjen, s'ka nevojë Zoti që e të pa ngrënë dhe pa pirë. Ose rasti i gruas, ishte një grua e cila agjeronte shumë vullnetarisht, jo vetëm Ramazanin. Falej shumë vullnetarisht, jo vetëm farzët. Mirë po slente komshiet e saj rehat me gjuhën e saj, profeti tha është në zjarr, Zotin e rrit. Kështu që problem, haku i tjetrit, digniteti i tjetrit është Gjuha është mbyllë. Mos ha me çfarë pa habu. Ka nevojë për shumë forcë. Po, shumë Ka nevojë për shumë fuqi, si më thënë.